një prej këtyre komponentëve të falënderimit është që të pranojmë se mirësit i kemi prej Allahut te bareke ve teala. Pse po e themi këtë? Nga se jo rrallë njerëzit që pasurohen, din që ndonjëherë të tregohen arrogant me Allahun te bareke ve teala, që në vend të mirënjohjes të shprehin mos mirënjohje, katim, arrogancë, kundërshtim, përbuzje të mirave të Allahut xhallahu ala, të mohojnë se i kanë të mirat prej Allahut te bareke ve teala. Dhe Allahu na ka sjellë në Kur'an shembullin e një njeriu i cili mbase ka dalluar prej historikisht ka dalluar prej shumicës absolute të njerëzimit për pasurinë e madhe që ka pasur, dhe i cili ka thënë innema utituhu ala ilmin indi. Unë e kam bërë këtë pasuri jo se Allah më ka dhënë, por se unë kam ditur, se unë kam pasur njohuri. Pra nuk e ka shfaqur me njohjen dhe konsideratën për Allahun te bareke ve teala. Përkundrazi ka shfaqur arrogancë, ka shfaqur mungesë respekti, prandaj edhe është shembull dhe model i keq. Shembulli i një të vetmashtruari i cili ndon se fitoi dynjan e humbi të tërën. E fatkeqësisht bashkë me dynjan e humbi edhe ahiretin. Kjo nga se Allahu te bareke ve teala na ka mësuar se nuk ka mirësi që e kemi ne të nderuar vëllezër, e që nuk e kemi prej Allahut te bareke ve teala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Se cilën të mirë që ju e keni, me cilën ju dispononi, e keni prej Allahut te bareke ve teala. Prandaj do duhet që ne të shprehim me njohje, të shprehim falënderim, të shprehim konsiderat, e jo të jemi arrogant, e jo të jemi përbuzës, e jo të shprehim këtë mosmirënjohje ndaj Allahut te bareke ve teala. Çështja tjetër sa i përket themeleve të falënderimit është edhe lavdrimi i Allahut te bareke ve teala. Ai që e lavdron Allahun te bareke ve teala, ai e ka falënderuar atë. Në terminologjinë e asketëve, lavdrimi në të vërtetë nënkupton ajkën, nënkupton thelbin e falënderimit. Përmendet se Kushairi, një asket i njohur, ka thënë kësaj: falënderimi nënkupton që ta lavdrosh dhuruesin duke përmendur mirësitë e tij. Pra, një të mirë që Zoti ta ka dhënë, të thuash elhamdulillah, e kam nga Allahu. I falenderohem Allahut, i detyrohem Allahut, i cili më ka begatuar me këtë të mirë. Pra që gjuha jot të mos rresht së falenderuari dhe së atribuari atë të mirë Allahut te bareke ve teala. Nuk duhet që t'ia atribuosh vetes sate, thuar se e kam nga puna, e kam nga mundi, e kam nga angazhimi. Duhet punosh, duhet angazhohesh, por nuk duhet harrosh që të mirat i kemi prej Allahut.